Plan 30 ditor mësimi, tregtim Oninejava 4, psikologjit hë disiplin dita 26, veprimi 5 të llogarinë e provës të parimi se detyro tregun. Dita 26 është prova e pjekurisë. Këtu mësoni të vërtet themelore që ndan amatori nga profesionisti. Tregu nuk detyrohet. Nëse kushtet nuk janë aty, veprimi nuk hapet. Kjo ditë nuk mat sa guxim ke, por sa vet kontroll. Qëllimi i kësaj dite është të kryesh veprimin e 5 në llogarinë e provës, vetëm nëse kushtet plotësohen. Të zbatosh parimin mos e detyro tregun. Të forcosh disiplinën edhe kur ka heshtje tregu. Çfarë do të thotë mos e detyro tregun? Të mos e detyrosh tregun do të thotë të mos kërkosh veprim kur nuk ka. Të mos interpretosh sinjale të paqarta si mundësi. Të mos ulësh standardin për të qenë aktiv. Tregu nuk ka detyrim të ofrojë mundësi çdo ditë. Di pse fillestarët e detyrojnë tregun. Fillestarët e detyrojnë tregun sepse kanë frikë nga mosveprimi. Gatërojnë pritjen me humbje kohe. Kërkojnë ndjesi veprimi. Kjo sjen. Hyrje të dobta. Shkelje rregullash. Lodhje mendore. Mosveprimi i disiplinuar është pjesë e fitimit afatgjat. 3. Si duket detyrimi i tregut në praktik. Shenja tipike të detyrimit janë: hyrja pa rikthim të qartë, veprim me lëvizje anësore, sinjali pa qartë i qirinive, arsyetim me ndoshta. Nëse po përdor fjalën ndoshta, ndalo. 4. Përgatitja për veprimin e 5. Para se të mendosh për veprim, bëj kontrollin e plot. Drejtimi i tregut është i qartë në grafik ditor. Tregu nuk është në lëvizje anësore. Zona e mbështetjes ose rezistencës është e konfirmuar. Ka rikthim të qetë drejt zonës. Shfaqet shenje pas të refuzimi. Raporti rrezik, përfitim është i pranueshëm. Nëse një nga këto mungon, nuk vepron. Standardi mbron kapitalin dhe mendjen. 5. Vendimi për të mos vepruar është vendim profesional. Nëse sot nuk shfaqet setup i plot, mbyll platformën. Shën ose nuk pati veprim. Mos kërko alternativa. Kjo është fitore disipline, jo humbje mundësie. Profesionalisti fiton edhe kur nuk vepron. 6. Hapja e veprimit vetëm kur kushtet janë të plota. Nëse kushtet plotësohen plotësisht, hap vetëm një veprim. Vendos kufirin e humbjes në vend logjik. Vendos kufirin e fitimit sipas planit. Mos ndrysho asgjë pas hapjes. Pastaj, largoje vëmendjen. Lejo procesin të mbyllet vet. 7. Sjellja gjatë veprimit. Gjatë veprimit, mos ndërhy. Mos e ndjek çdo lëvizje. Mos reagosh emocionalisht. Rezultati: fitim ose humbje e kontrolluar. Disiplina matet kur nuk ndërhyn. 8. Analiza pas mbylljes. Pas mbylljes ose mos veprimit. Shëno pse veprove ose pse nuk veprove. Vlerëso respektimin e planit. Identifiko çdo tundim për ta detyruar tregun. Shkrimi forcon vetëdijen. 9. Gabime që duhen shmangur sot. Ulja e standardit për të hapur veprim. Arshtetimi emocional. Hapja e veprimit nga mërzia. Krahasimi me ditët e tjera. Një veprim i detyruar sot bëhet zakon nesër. 10. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 26? Në fund të kësaj dite duhet të respektosh parimin mos e detyro tregun. Ndihesh rehat me mosveprimin. Hapësh veprim vetëm me kushte të plota. Forcosh mendësinë profesionale. Përfundim. Tregu është i lirë. Ti duhet të jesh i disiplinuar. Kush e detyron tregun, paguan çmimin. Kush pret me qetësi ruan kapitalin dhe mendjen.